Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit shembi 3 vila në zonën e Saukut të Tiranës duke pretenduar se bëhej fjalë për ndërtime pa leje, por dokumentet zyrtare të siguruara nga CNA treguan se objektet ishin ndërtuar në përputhje me ligjin dhe kishin marrë leje ndërtimi të miratuar nga autoritetet kompetente. Sikur të mos mjaftonte ky fakt, CNA po sjell këtë të diel edhe 2 video ku dallohet qartë propaganda e qeverisë përballë fakteve reale. Në pamjet e publikuara nga kryeministri Edi Rama dhe ministrja e Brendshme Albana Koçiu, shihet se pasi IKMT u vendos ritolin 3 vilave, ato hidhen në erë menjëherë. CNA ndërkaq ka siguruar videon e plot të momentit të shpërthimit, ku shihet se tritoli i vendosur ka dështuar që të hedhë në tokë 3 vilat dhe është dashur që inspektorët e IKMT-s të nxirrnin në teren fadromat për të përfunduar punën që nuk ja doli dot ta mbyllte tritoli. Këto pamje dëshmojnë më së miri propagandën dhe dyfytyrësinë e qeverisë përballë fakteve reale në dëm të biznesit dhe pronës private.